Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e kadaifit tradicional me arra. Përgatitja e thjesht, mënyra e përgatitjes sikur që e kanë përgatitur nëna tona, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje, këtu kam 500 gram me kadaif të thotë, është i lloji nga kadaifi i verdh. Mos e merrni të bardhë, sepse nuk do i del shija pasi është pavezë. Unë kam nga ky lloj kadaif i thotë, nuk e kam të freskët. Gjithë motrat që jetojnë në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri mund të gjejnë në çdo market dhe në çdo ëmbëlsore. Mirëpo dhe ju motra që jetoni në Evropë mund ta gjeni tek turqit, të këtij lloji, jo gjysmë i pjekur apo i freskët, të këtij lloji i thotë. Këtu kam 500 gram, e kalojna kështu në tepsin, ku do bëjmë pjekjen dhe fillojmë që të bëjmë shprishjen. Shprishjen e bëjmë me shumë kujdes, kështu me dorë, vetëm se duhet kemi shumë kujdes, sepse mund ta bëjmë vendin për rreth shumë pesë gjatë shprishjes. Bëjmë të mirë. Kur të bëhet shprishja i bjerë volumi. Kam shprishur kadaifin, e vërejtë dhe vetë se i ka ra volumi. Tash marr dhe ja hedhi 250 gram me gjallë, ose puter, mund ta përgatitni dhe me margarin, mirëpo shija nuk do jetë ashtu, me vaja se si nuk bën që të përgatitet. Tash marrim kështu gjalpin dhe e bëjmë në copsa më të vogla. Nuk duhet që gjalpi të shkrihet, duhet jetë i ambientit vromës, që të bëhet prerja më lehtë. E prejmë kështu në 4 ore dhe e hedhim mbi sipërfaqen e kadaifit, kështu. Gjatë kohës që bëni shprishjen e kadaifit, e nxejni furrën në temperaturë 250 gradë. Kam përhapur mirë, e vërejmë vetë. Dhe kadaifi është gati për pjekje, si që nceka e kam nxejë furrën mirë në temperaturë 250 gradë. Kadaifin e kam futur në furrë, në momentin që do e mbylli derën, do e zvogloj temperaturën në 150 gradë dhe e lë në furrë të qëndroj për 10 minuta derisa ta filloj ta merr një ngjyrë të artë kadaifi. Kam bërë përzierjen mirë. Tash përsëri do e fus në furrë në të njëjtën temperaturë për 10 minuta tjera. Kam larguar nga furra për herën e dytë. Tash bëj përzierjen, vetëm se ka fillu që të merr ngjyrën. Tash kështu pjesën e poshtme të kadaifit e kaloj në sipërfaqe. Mundohem që të bëj përzierjen mirë. Gjalpi ka aromën jashtëzakonisht të mirë, kështu që ta përgatisim me gjalp apo me puter, për te del shumë mirë. Kam bërë përzierjen mirë. Tash përsëri do e fus në furrë në të njëjtën temperaturë për 10 minuta tjera. Kam larguar nga furra. Tash bëj përzierjen përsëri. Duhem që ta përzij mirë. Tash përsëri e kthej në furrë për herën e tretë. Kam larguar nga furra. Tash bëj përzierjen. E vërejni dhe vetë se pjesa e poshtme është më e bardhë se pjesa e sipërme. Duhem sa më mirë që të bëj përzierjen.
Tash e kthejna në furrë për herën e 4. Dhe për herën e 4 do pjekim në mënyrën e njëjtë. Kam larguar nga furra, tash përsëri bëj përzierje. Vetëm se ka fillu që të merr atë ngjyrën ori, ngjyrën e duhur. Bëjmë përzierje. Mjaftueshëm është. Tash kadaifin përsëri e kthejmë në furrë për herën e 5 dhe pjekim në njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën temperaturë. Kam larguar nga furra. Tash i shtoj orra në fund. Orra mund t'i shtoni sipas dëshirës. Unë kam dikon rreth 300 grama orra të bluara. Dhe përzi mirë që orrat përhapen të gjithë kadaifin. Bëjmë përzierjen pak më gjatë. Kam përzier mirë. Orrat mund t'ja shtoni të plota me orrat nga dëshira, mirë po kështu të bëra në blender do jetë më mirë. Tash e kthejmë kadaifin përsëri në furrë për 10 minuta për herën e fundit apo për herën e 6. Kam largu nga furra, orrat janë pjekur mjaftueshëm, për atë arsye ja hedhim në fund që mos të piqen shumë orrat, sepse do diqen dhe më pas kadaifi do i vjen erë e keqe. Tash vetëm se bëj përzierjen dhe është pjekur mjaftueshëm kadaifi. E përzim dhe lojmë që të ftohet plotësisht, më pas përgatisim shërbetin. Pasi kadaifi është ftohur, përgatisim shërbetin. Për shërbetin e nevojite 900 gram me sheqer. Këto mosa janë të mjaftueshëm për 500 gram me kadaif. Qofse keni 2 fishin e kadaifit, 2 fishoni mosat e shërbetit. Shtojna një vanilë sheqeri për aromë. Shtojna 470 ml me ujë. Patjetër duhet 470 ml me ujë, qofse doni një kadaif të shkret, jo të butë. Këto mosat shërbetit e bëjnë kadaifin të shkret. Ne zim në temperaturë mesatare, duke përzier vazhdimisht, gjersa i të blojë. Shërbeti ka fillu që të blojë, tash ja hedhim një fejt limoni dhe ulim temperaturën mes turtës dhe të mesmës dhe zijem shërbetin derisa t'i largohet kjo shkuma e formuar sipër. Shërbetit ju ka largu shkuma e formuar sipër, e kam zi dikon për 5-6 minuta, tash është gati të largohet nga zjarri. E kam largu shërbetin nga zjarri, ja shtoj 50 ml me ujë të ftoft. E përzi kështu që përhapet ujë ftoft. Ujë ftoft dhe limoni ndihmojnë që mos të kristalizohet shërbeti. Dhe shërbeti është gati. Kadaifi është i ftoft plotësisht, kurse shërbeti është voli nxehtë. Tash ja kalojna kështu kadaifit shërbeti. E hedhim gjithë shërbetin. E merr me një herë. Po aromën jashtëzakonisht mirë, sepse e kam pjekur me gjallë. Duhet ta përhapi gjithë shërbetin. Ja kam hedhur shërbetin, tash e lojna që ftohet, nuk e mbulojna. Mund ta mbuloj mas 1 ore, 2 ore, unë do e lëm për gjithë natën, kështu ta marrë shërbetin dhe më i mirë do del kadaifi. Dhe kadaifi është gati për konsumim, ta ndajmë kështu në 4 ore dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë i mirë. Besoj se dhe shija ka për me qenë kështu e mirë, sikur se pamja. Mund ta preni në 4 ore më të vogla, më të mëdha, varet nga dëshira. Dhe prej në 4 ore mesatare. Largojmë një pjesë dhe ta shohim se si ka dalë. Ja dhe si duket kadaifi, vërtet ka dalë shumë i mirë.
Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë kadayif tradicional me arra, ju bëft mirë. Ju falenderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, urime festa Kurban Bajramit.